Assalamu alaikum nga xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga xhamia e njeriut I cili na ka dash më shumë se sa veten e tij. Allahu I lartësuar e dërgoi profetin ton sallallahu alaihi wasallam që t'i nxirrte njerëzit nga errësira në dritë, nga idhujtaria në njësimin e Zotit gjithësisë, në adhurimin e Allahut të lartësuar. Njeriu I cili e ka rezervuar lutjen e tij për ne ditën e gjykimit. Transmetohet në një hadith se profeti alayhi salam ka thënë: "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati, fa hiya na'ilatun man mata minhum la yushriku billahi shay'a." Siç kuptohet prej hadithit se çdo pejgamber e ka një lutje të pranuar, e çdo pejgamber e ka bërë pra lutjen e tij, ndërsa unë e kam rezervuar thot lutjen time ndërmjetësim për ummetin tim. E ajo thot do ta prek çdo njërin që ndëron jetë, pra prej tyre nuk I ka bërë shirk Allahut lartësuar asgjë. E lusim Zotin e gjithësisë që t'na bëj prej tyre.